Ne si qeveri kontroll mbi çmimet e importit nuk kemi, aq sa nuk kemi kontroll mbi çmimin e naftës. Sa i përket çështjes së tarifave të energjisë elektrike, ajo çfarë mund të them si qeveri është që në pjesën ku qeveria ka kontroll, s'paku na fat shkurt, sepse si qeveritë e mëhershme pra kanë pasur kontroll ndoshta në mënyrë të tërthartë se si të ndikojnë që të kemi furnizim më të qëndrueshëm e më të përballueshëm, duke bërë investimet e nevojshme ashtu siç kemi avokuar kur kemi qenë në opozitë, siç e thatë ju, por fatkeqësisht ato investime nuk janë bërë kurrë. Pra çdo herë ka pas ose devijim të projekteve ose tentime për të shku në terrene të cilat pra do të ndikonin në çmim të papërballueshëm. Sa na përket neve pra, gjatë këtij mandati, ne ajo çfarë kemi mund, pra çka ka qenë në kontrollin e qeverisë, është çmimi i energjisë elektrike që Keku, energjia të cilën Keku e prodhon, sa e shet. Vazhdon të jetë 30 euro për megawatt orë. Çka ka ndikuar në rritjen e tarifave të energjisë elektrike, mund të jenë dy çështje, janë kostot operacionale të cilat i miraton zërreja dhe është çmimi i furnizimit nga importi. Ne si qeveri kontroll mbi çmimet e importit nuk kemi, aq sa nuk kemi kontroll mbi çmimin e naftës.